Në fakt sa unë mund ta lexoja, lëshimi i këtij urdhri arrestit nuk kishte të bënte me çështjen shumë të përfolur aktualisht në Shqipëri atë të ndërtimit të projektit të resortit turistik në Fyernes, por kishte të bënte me vërtetimin dhe përfshirjen e tij në aktivitetin kriminal të trafikut të drogës që përket nga vendet e Amerikës Latine dhe në Shqipëri. Pra është urdhëruar arresti për trafik të drogës, jo për pastrim parave? Akuzat janë ngritur dhe për pastrim parash, por dokumentat që unë mund ta lexoj përfshirin implikimin e tij dhe përfshirjen e tij në trafikun e drogës nga vendet e Amerikës Latine në atë të Europës. Dosja ose më saktë vendimi i gjykatës së posaçme jep edhe episode të përfshirjes së zotit Sheu dhe personave të tjerë në rrjetin e trafikimit ndërkombëtar të kokainës, lëndëve narkotike, po ashtu janë personazhet dhe argumentat apo edhe provat e siguruara dhe dëshmitë e siguruara nga prokuria e posaçme në lidhje me implementimin e tyre, por ajo që është nuk ka lidhje, me sa unë mund ta lexoj, nuk ka lidhje me projektin e Zvërnecit, por ndërkohë është fakti që personat e inkriminuar janë të përfshirë në këtë projekt dhe ajo që nga sa unë mund të ndaj dhe sa unë arrita të lexoj, të themi me një sy vertikal të vendimit, është dosja më signifikative, të themi me atë çfarë po ndodh në Shqipëri. Kompanitë e përfshira